kashit keqës, si me çfarë mendësie duhet vepruar besimtari. Duhet vepruar me mendësinë e ndryshimit, jo me mendësinë e vajtimit. Nganjëherë, për shembull, kur ka të keqe, është prezenca, shumica e njerëzve e vajtojnë pse ka të keqe. Apo çka ka po ndodh, apo çka po bojnë, apo çka ajo është prezente, ka të vajtonte, ka marrë fund. Hajde tash të kalojmë në nivel tjetër të mendësisë së ndryshimit dhe reagimit, ndërsa mendësia e konfirmimit se ka të keqe është humbje kohe. Andaj na nuk duhet me humbë kohë me të keqen, në kuptimin e ekzistimit të saj, prezencës së saj, po në kuptimin e ndryshimit dhe dominimit mbi të. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka mundsuar që shejtani të mbetet, dhe në Kur'an askund nuk flitet për prezencë, po në Kur'an flitet për kurtha dhe reagim ndaj kurthit, për të na kultivuar mendësinë e qasjes kashit keqës. Dhe na në prezencën e shejtanit dhe përmes prezencës së tij do të edukohemi dhe e aftësojmë veten tonë se si të reagojmë ndaj çdo të keqe, duke tentuar me e ndryshu në vazhdimsi me mjetët dhe mundësitë tona, e jo me vajtu prezencën e të keqes. Dhe mendoj që jemi këtu dakord se shpeshherë më tepër hapësirë në diskutimin tonë ka prezenca e të keqes, e pse erdh, e çysh ka, e më shumë se sa çysh më ndryshuar. Mund të jetë kjo nganjëherë për shkak se nuk kemi guxim me e injoru të keqen, po as nuk kemi guxim me ndryshu të keqen. E mes dy frikave më e përballueshme është sharja e të keqes se ndryshimi i të keqes. Se ndryshimi do në mund, ka kosto, do sa me shajt është një qasje pasive dhe është me e letë. A dhe kemi përzitë më të letën, duke lënë ato që është reale dhe e kërkuar. E Allah në këtër në bazë. Shejtani është prezent. Është ki frik, apo pranaja kjo është ka marrë fund. Mos i merr ato që ka marrë fund. Merru tash çka më bë me këtë që ka marrë fund. Po me këtë e mund shosht. Allah përmend se mposhtet, e zvoglohet, e gjynjëzohet, e largohet, e dëbohet, këto lloj ka përmend. Don na ka inkuraju për ndryshimin e jo për konfirmimin. Jo me konfirmu se ekziston, me kësmirët që Kurani apo. E përmend që ekziston normal, po fokusi nuk është tek ekzistimi. Fokusi është tek mendësia e tij dhe refuzimi i kësaj mendësie me mendësinë e shpalljes.